Në shoh në firma VIP që kemi një sponsor që është produkt serb. Unë ndoshta mund ndërlidh tek ajo pjesa që e the produktet e Serbisë që ka thonë që mos më u leju në Kosovë. Unë në një ditë tu e këshyr firma VIP realisht edhe më ranë sy, gjë që nuk e kom pas që ka reagu dikush deri sot. Nga njerëzit që na kanë matralltu poshtë përpjet edhe që shumë njerëz i kemi të zhdukur nga serb. Unë shoh në firma VIP që kemi një sponsor që është produkt serb. Moravak. Po, që do më thonë unë e kom këqyr për këto, për Moravac, që është sponsor serb që ka produkte të Serbisë. Moravac, mish i gjedhjet, mish i kafshëve. Unë vika i noti që dhe jetu i bo marketing në emision tune. Unë vika i noti që dhe jetu i bo marketing nuk është marketing, kjo është dismarketing. Ka njëra dismarketing dhe ka sepse njerëzit që kanë gjak shqiptar edhe e dinë se njerëzit që i kemi pas zhdukur nga serb, nuk i bojnë këto gjonat e tilla. Unë nuk i di politikat e tyre personale sepse pse kanë këtë sponsor. Ama ku ta shohim në njërin anë me pas një produkt serb, një sponsor serb për një interesi para dhe të kalon. Ashtu syl në Ferezaj, për shembull, ai ka vetëm produkte shqip. Po. Vetëm produkte shqiptare. A nuk i bre Milajem fal që po ndërprej? Pa e bëj shtë reklam, falem do na me thonë, ase kemi për shembull buçukun që ka ushqim, që ka mishna, tamam bio. E më shku tash t'ina me kemi shumë prodhues vendor që faktikisht nuk mbështeten. Prodhim serb, na kemi prodhues vendor për në Kosovë, kemi mish gjedhit që klasa superiore që kemi në Kosovë. Më shku po flas për në Shqipëri. Nëse unë